Ramës, mënyra që kam prezentu edhe kërja vizaton edhe ja paraqet mënyrë vizuele, njerëz të ndryshojnë, po qatë shumë i kena kritiku që 4 vjetë që ta shpju hakmerën ato, se njerëz për thonë që shpo do këtë për shamull pjesat e ishulli urban, që është bo ma kaos se para 4 viteve, e që ka premtu që kushdo që e shef atë form, është kogja mirë për sy me po. Njëjtë lidhja që ka pas me herët edhe shpendi e platos së palatit të rinis me grandin, lugu i Gjelbërt apo vija Gjelbërt deri në Gërmi. Po prap, pjesa e debate që i kom shiku shumicën këtu e që më ka pëlqy në këtë studi është problemet bazike. Për shembull, mbrame dëgjova komunën e Kamenicës tu premtu pishinë olimpike, nëse është komuna që mas pak të ka qasje në kanalizim edhe në ujësjell. E që unë u shërbeva me që donë tonë dhe naj nën kryetari i Kamenicës nga AAK-ja, thoshte, gjithë kome qenë që ashtu se ato fshatrat malore me ka 2-3 shtëpia dhe ashtu kur s'kan me pas kanalizim e statistika, që shme thonë, nuk është regu si mirë. Po, këto janë dhana ta së kësë që janë dalë tash për i regjistrimit popullsisë. Po, e disha që dhanat i ki mirë, po me besoj e po që... Adhone besoj që nuk ishtë dash në shku 50 kilometra për shambull një rjet i kanalizimit me lidhë 3 shtëpia, po ka zgjidhje tjera që ato mos me qitë asë në ambient hapur, asë në lumejnë, sidomos në zonat malore, shkak se ajo ndikon pastaj komplet pjesën e rrafsh të Kamenicës edhe të komunave tjera. Tash, folën për pishina olimpike, vetëm 5% e krejtë Kosovës me pas qasje në ngroje publike qëndrore, e shumica për tyre vetëm Prishtinë, në më shumë mirë dhe këtë mund zëje së mërdhina në banesë. Pjesa tjetër me ngro me dru, 64% e familjeve, dhe që ka ndodhë është nësi shikon danët e Agjensisë Statistikave, pas në arru dhe ato minzero është që shumica familjeve ka ma shumë se 3-4 dhoma, po kur ngro është me dru, ngro është vetëm me një dhomë. Dhe pjesa tjetër e familje vujnë prej ftoftit në pjesën e dimrit njëjtë. Një shifër shumë e naltë është e familjeve që ngrohen me rrymë, e që shpenzojnë shumë, sidomos në fushë Kosovë, ky ndërtimi i madh e i pa kontrollum që ka ndodhë, e në bilet që janë me qëmër. Tash, këj bashkëpunimi ndërkomunal, përveç këto që i përmendet është edhe obiliqe, prodhan ose avulli i termocentraleve që vjen me ngro Prishtinën nuk shkon asë një pjesë për obiliqin, edhe ata kanë insistu me vitet tana me u kyç, sidomos këto banesat kolektive, cila është ma let me i lidhë. Ndotja Prishtinës i vjen për obiliqet, kër s'ka pas në i farë bashkëpunimi. Planet e natyrës, biodiversitetit, parashofin që shambull, së mëndë se cila komunë me bo një plan të vetin biodiversitetit, se s'ka biodiversitet Kamenicë që dalon për i Novobërgjës ose Gjilanit, po do të më mbledh ato komuna edhe me bo një plan t'il, unë kur nuk di që 25 vjetë nëse të komunë. Që i bjenë që me programin a keqëporë, no? Shumë me pastaj në asha dikush tjetër.